Përdorimi i drogës është një fenomen negativ i cili bën pjesë edhe në shoqërinë kosovare. E për kategoritë dhe përdoruesit në Gjakov tregoi më shumë edhe psikiatri Zef Komani. Fatkeqësisht, kohëve të fundit është ka shkon duke ra mosha e përdoruesve të narkotikëve. Jemi të vëdijshëm që narkotikët besoj që të lehtit, narkotikët e lehti përdorin moshat e reja, mirë po i kemi sot prezent edhe në shkolla të mesme, kemi pas rast kur ka pas edhe në përdorues të narkotikëve të lehtë edhe në shkollat fillore. Komani po ashtu foli edhe për zgjidhjen e kësaj problematike. Një problem që ekziston në Kosovë është se nuk ekziston një qendër kombëtare e madhe, e cila do të ishte tipit mbyllur, edhe ku do të trajtoheshin personat të cilët i përdorin narkotik. Në departamentin e psikiatrisë në spitalin rajonal Isa Gersa në Gjakov, aktualisht trajtohen rreth 40 pacient që gjatë ditës marrin terapinë metadon, terapi kjo që është në sasi të bollshme në këtë departament.